Një 32 vjeçar i shpallur në kërkim për veprën penale marrëdhënies seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç ka rënë në prangat e policisë. Fation Hoxha, 32 vjeç, banues në Shijak, u arrestua në fshatin Sallmone pas një pune të mirë organizuar të policisë, e cila prej kohësh ishte angazhuar në kontrolle të vazhdueshme bazuar në inteligjencën policore për të lokalizuar dhe kapur shtetas të shpallur në kërkim. Hoxha ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm me vendimin e datës 21 nëntor 2024 e kishte dënuar me 10 vjet burgim për veprën penale marrëdhënies seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç. Prej kohësh ai shmangej drejtësisë, por në fund ra në rrjetën e policisë. Materialet procedurale janë referuar tashmë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, e cila do të vijojë me veprimet e mëtejshme ligjore.